Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar dhe për të ndarë me ju ngjarjet edhe dinamikat më të fundit. Do ta nisim këtë ditë me Big Brother VIP Albania. Nata e mbrëmshme nuk ka qenë një natë e lehtë, do të thënë ka nisur një diskutim, ka nisur një debat sqarimi prej në orët e para të darkës mes Inës edhe Stelinës, dy vajza të cilat në fakt janë kthyer fenomen të një trekëndshi brenda kësaj shtëpie. Ka qenë Ina ajo e cila ka marrur vendimin që të ndanë Stelinën nga grupi tjetër i banorëve dhe të kalojnë tek pjesa e tavolinës kryesore në verandë, atje për të biseduar për marrëdhënien që të dy vajzat janë pjesë e kësaj marrëdhënies. Ina i tha Stelinës, do të thënë do të rikthehemi në thelb të gjës, që unë dua t'i vë një pikë kësaj gjëje, do të thënë njëra prej ne të dyjave duhet ta vë pikën mbi hy. Do të thënë unë e dua Kesin, nuk kam ardhur me mendimin që ta bëj këtë gjën, do të thënë nuk kam ardhur me mendimin që të bëj konkurrencën, i tha, por tha këtu brenda duke ndenjur, duke kaluar momentet dhe kohën, mua më janë aktivizuar këto ndjenjat. Dhe në anën tjetër, do të thënë kemi Stelinën, e cila i tha Inës që unë nuk është se pres në gjë tjetër prej teje në thelb, por dua që në këtë mes Kesi të vi dhe të sqarohet me mua. Do me thënë ishte bisedë e dytë të dashurave të një djali. Tani në fakt publiku ka qenë shumë skeptik për raportin e Stelinës edhe Kesit, do me thënë në qoftë se është një raport i afërt apo është një raport i largët, a ka emocion nga ana e Stelinës për Kesin, por do me thënë siç duket derisa Stelina ishte shumë e qetë, ishte shumë e ftohtë dhe ishte shumë në rregull me punën e saj, nuk ka emocion. Ajo që në fakt ndoshta Kesi u prek më së shumti tek Stelina dhe u thye më së shumti tek Stelina, ky është mendimi im, por nga mënyra e lëvizjes mimikës së fytyrës unë besoj që arrita ta kuptoj, është fakti sepse motra e Stelinës gjatë kohës kur erdhi në surprizën e madhe që u përgatit nga vllau i madh në shtëpinë e Big Brotherit, për të, ajo kishte përzgjedhur që në fakt të vinte në një ambient të bukur me lule, një histori që brenda shtëpisë së Big Brotherit është folur me Mirin dhe përzgjodhi që ta thret Mirin gjatë momentit të surprizës me Stelinën për t'i treguar ndoshta Kesit që ne njihemi nga jashtë. Ne njohim njëri tjetrin. Dhe në këtë mes e pash Kesin shumë të prekur, e pash Kesin shumë të lënduar dhe shumë të thyer dhe mendoj që Kesi këtu i vuri dhe pikën raportit mes Stelinës edhe mes tij. Tani, a ka dashuri mes Kesit edhe Inës, sepse sot pikërisht pas të gjitha asaj zëngës të madhe ku do të thënë Ina luajti një rol që unë e thash mbrëm, po ta shikoni me detaje Big Brotherin dhe po ti shikoni mimikat janë fjalë të vërteta që goja jon nuk i thot. Nëse ne nuk e themi me gojë, banorët harrojnë aty brenda që ka kamera dhe çdo mimik selektohet, do të thënë mimika nuk i thot. Tani, Stelina mbrëm e bëri Inën, e themi kështu, që të ndihet keq. Dhe Ina çfarë bëri? Ina hyri në dhomën e gjumit, u mërzit, u shtri, nuk i jepte akses Kesit për të biseduar me të dhe ta sqarojnë gjën, dhe Kesi, si djali vërtet dhe i sinqert si është, nuk e duron dot këtë egon e tepërt, do me thënë ka njerëz të tillë, që egon e tepërt të tjetrit nuk e durojnë dot, sepse egon e tyre e kanë shumë të madhe, dhe çohet nga krevati dhe thot në mënyrë të dukshme, qia rob Stelinës. Do me thënë në kuptimin që Stelina arriti që të bën këtë ndarjen mes meje dhe mes Inës, sepse Kesi e mori aq seriozisht, do me thënë Ina aq bukur ishte duke aktruar, Gjasme ishte shumë e thyer, ishte shumë e lënduar, ishte shumë e prekur, ishte e rënduar emocionalisht në këtë mes nga Stelina, që në fakt do me thënë të luaj këtë lojën. Dhe pikërisht kjo gjëja
e bëri Casey që të thotë këto fjalët, që në fakt këto fjalët sot janë fjalët që pritet që Casey të penalizohet me zarfin e zi ditën e shtunë brenda shtëpisë së Big Brotherit, sepse reagim për këtë gjë ka patur edhe nga familja e Stelinës. Tani çfarë ndodh? Cila është më interesantja në këtë mes, me thënë që vërtet të bën që të qeshësh me lot. Më interesantja është sepse Casey dhe Stelina, pasi që arriti do me thënë Ina ta bën të gjithë të dramën e madhe mbrëm, që u mërzite, Casey u stresua, ishte një sken shumë e tmerrshme. Lorna duke i folur Inës, banorët duke i folur Inës, etj, domethënë Ina luante këtë viktimën, nga që është një lloj karakteri që unë kam arritur ta njoh shumë mirë, domethënë nuk është se i bërtet gjërat, por me viktimizim, me dhimbje shpirtërore, arrihet të merr atë që ajo don. Dhe në këtë rast, domethënë, Casey u mërzit tepër. Tani çfarë bën Ina? Ina është në nominim dhe normalisht është e rrezikuar në këtë mes dhe për ta ruajtur dashurinë, të themi në thojza, për ta ruajtur lojën brenda shtëpisë, edhe pse në shumicën e rasteve thot unë do dal, unë jam gati, Ina shkon dhe puthet në bus me Caseyn dhe e nisin ditën me puthje të ngrohta me përqafime, jepet puthja e parë në Big Brother, dhe çfarë është më interesantja? Tani Ina e bën punën që Stelina të lëndohet edhe të goditet shpirtërisht. Unë jam shumë i bindur që Ina nuk është se ka ndonjë ndjesi, por Ina e ka të vetmen mënyrë, të vetmin mekanizëm për të qëndruar brenda shtëpisë në Big Brother në këtë nominim që është shumë i fortë. Dhe banorja që digjet në këtë nominim pas gjithë këtij rrugtimit është Lorna, sepse tani nuk kemi një lojë e cila ka bileta të kthimit, pasi që Ledioni mori të gjitha biletat e kthimit, më thënë banorëve u është djegur mundësia e dytë brenda këtij formatit, dhe tani Ina luan shumë zgjuar dhe e bëri situatën që do me thënë të shkon të flet me Stelinën, që nesër gjasme t'i thot unë të kam komunikuar të një gjë, u lëndua që do me thënë publiku t'i dhimbset, ndenjë tër natën e lënduar dhe sot zgjohet nga gjumi, me ëmbëlsi, me dashuri, me pozitivitet, e merr afër vetes së saj Caseyn, edhe nisin në rrugtimin e tyre që në fakt Ina është vajza e cila do me thënë i dhuron Caseyt shumë emocione, shumë dashuri, shumë pasione. Dhe kjo është një lojë e Inës, nuk e di sa do zgjatën, por është loja më e kapshme për ta shpëtuar këtë nominimin të fortë. Tani unë bëra analizën time, dua të marr mendimin tuaj. Si e shikoni ju situatën? Duhet zarf të zi për Caseyn brenda shtëpisë së Big Brotherit?